Pasi presidenti Donald Trump njoftoi arritjen e një marrëveshje anëpushimi dyjavore mes SBA-s dhe Iranit dhe kryediplomatja Abbas Araghchi garantoi se gjatë së njëjtës periudhë Teherani do të sigurojë kalimin e sigurt në ngushticën e Hormuzit, anijet e para lundruan përmes kanalit jetik ujor ku qarkullon gati 1/5 e naftës dhe gazit të lëngshëm natyror botëror. Ky zhvillim bëri gjithashtu që tregjet financiare globale të reagonin pozitivisht, ndërsa çmimi i karburanteve pësoi uljen më të madhe, ku nafta e papërpunuar Brent arriti në rreth $94 për fuqi. Pas njoftimit të Pakistanit se pret të premten delegacionet e dy vendeve për të vijuar negociatat, zëvendës presidenti i SBA-s J.D. Vance tha se Trump e kishte udhëzuar të gjithë ekipin amerikan, përfshirë sekretarin e shtetit Rubio dhe të dërguarin e posaçëm Steve Witkoff të negocionin në mirëbesim. Ai e përshkroi marrëveshjen SBA-Iran si një armpushim të brishtë dhe lëshoi një paralajmërim të qartë për Teheranin përpara mbajtjes së bisedimeve. Nëse iranianët janë të gatshëm të punojnë me ne në mirëbesim, mendoj se mund të arrijmë një marrëveshje. Nëse nuk ulin në televizën e negociatave, do të zbulojnë se presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës nuk është nga ata me të cilët mund të luhet. Ai pret me padurim për të bërë përparim, por nëse do të gënjejnë mashtren, atëherë ata nuk do të jenë të lumtur. Ndërkohë, kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif tha se presidenti iranian Masoud Pezeshkian konfirmoi se delegacioni nga Teherani do të jetë i pranishëm në Islamabad për negociatat me palën amerikane. Sharif shprehu mirënjohje ndaj Kinës, Arabisë Saudite, Turqisë, Egjiptit dhe Katarit për mbështetje në arritjen e anëpushimit.